Teknologjia ecën me hapa gjigant dhe shumë herë ne nuk mund ta ndjekim dot atë, por bijem pre e problemeve që ajo shkakton, sidomos kur flitet për çështje të shëndetit mendor. Cila është lidhja midis rrjeteve sociale dhe shëndetit mendor? Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar më shumë për këtë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, mikesha të dashura. Është kënaqësi që na ndiqni dhe faleminderit që keni zgjedhur këtë kohë të ditës suaj për ta kaluar në shoqërinë e programit ton. Unë jam Marta dhe sot kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zonjën Ruthi Taja Poçi. Ruthi, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion ton. Përshëndetje Arta, kënaqësi të jem këtu. Në fakt ne kemi bërë disa programe me Tirana Counseling Center dhe programi që do të bëjmë sot së bashku është në kuadër të këtyre programeve që synojnë informacion për dëgjuesit, pa u ndalur në çështje specifike, për të cilat kushdo që na dëgjon apo një person i afërt me të mund të ketë nevojë për ndihmë. Megjithatë, tema që do të trajtojmë së bashku sot është sa e gjerë aq edhe specifike në disa probleme. Do të diskutojmë rrjetet sociale dhe shëndeti mendor. Realisht në programet tona ne kemi diskutuar shumë, kemi folur shumë për impaktin e media sociale, edhe jo vetëm në familje, por edhe tek shëndeti mendor i një personi, duke filluar që nga ankthi, stresi, pastaj tek probleme specifike si zilia, xhelozia, që sigurisht nuk janë të mira për personin. Si ndikojnë rrjetet sociale aktualisht me këtë zgjerim kaq të madh? Për ditë duket sikur del një rrjet i ri social, por si ndikojnë ato në shëndetin mendor? Arta, kam përshtypjen që mendimet e mia mund të jenë pak kontroversiale, për shkak sepse duke qenë edhe që jam një brez, jam Gen Z. Pra, gjatë rritjes sime jam rritur edhe unë dhe teknologjia moderne që kemi në jetën e sotshme, pra jam rritur duke e përdorur këtë gjë. Edhe arrit të shoh ndoshta pak më lehtë aspektet pozitive, edhe mendoj që mendimet që unë kam për botën virtuale janë pak më shpresdhënëse. Pra, bota ku ne jetojmë sot është një botë teknologjike. Fakti që ndjekësit tuaj mund të na dëgjojnë është fal teknologjisë. Pra, është një avancim i teknologjisë që ne po e përdorim në të mirën tonë, në benefitin tonë, edhe po e shfrytëzojmë ne. Ajo ku bëhet triki apo ndërlikuar është kur nis na shfrytëzon ajo neve. Pra, kur ne nuk jemi më duke përdorur në të mirën tonë, por jemi thjesht përdorues pasiv. Pra, jemi thjesht duke lënë të na marr ajo vala e përdorimit të rrjeteve sociale. Ka shumë aspekte pozitive në përdorimin e rrjeteve sociale, kemi afërsi, tani dim se çfarë po bën ku diun. Kushërira në Amerikë, ndërkohë që më përpara do prisi atë telefonatën një herë në muaj, një herë në disa muaj, apo një shkëmbim emaili, letre. Ndërkohë që ti tani mund të jesh më prezent në jetën e njerëzve që dhe jo vetëm jashtë shtetit, po edhe brenda shtetit, në të njëjtin qytet, për shkak sepse jeta është bërë kaq e vrullshme dhe kaq e ngarkuar, media sociale na ofron një mundësi për të qenë më pranë, për të pasur një mënyrë për të lidhur me njëri tjetrin. Edhe nëse përdoret si e tillë, komplet teknologjia informacionit, telefonat që kemi në dorë mund të jenë një ndihmë për jetën e përditshme, për ditën e përditshme. Pastaj është një llogari që secili prej nesh e bën me veten e vet. Pra, unë nuk mund të them se sa shumë teknologji është okay në jetën e artës, ama unë mund të bëj një llogari në jetën time që apo më ndihmojnë këto teknologji, apo më ndihmojnë këto rrjete sociale, apo janë duke u bërë pengesë që unë të lidhem me njerëzit në një mënyrë që ka rëndësi edhe në një mënyrë që vlen. Pra, është një llogari që secili e bën për veten e vet, dhe është një vendim shumë unik. Pra, unë nuk mund të them nëse 2 orë përdorim telefoni për artën është shumë apo jo, por mund të them nëse për mua është shumë ose jo. Ti e the pak më përpara që në një farë mënyre duhet bërë diferencimi kur ne kontrollojmë
median sociale dhe kur ajo na kontrollon ne. Është një çelës kyç në mënyrë se këtu fillon problemi me shëndetin mendor. A mund të shkaktojnë rrjetet sociale varësi? Patjetër, si çdo gjë. Si edhe vetë kafja që pim në mëngjes, në shqiptarë që kemi shumë qef kafen që pim në mëngjes. Rrjetet sociale shkaktojnë në tru një reakcion, pra kemi një çlirim dopamine, pra një kënaqësi e vogël kur ti sheh atë foton që të pëlqen shumë, apo sheh një përmbajtje që nuk e di, humor. Qoftë edhe një video që është thjesht një reels që është thjesht humor, pra të sjell një farë kënaqësie edhe të shtyn në atë që, ndoshta video e radhës do jetë akoma më për të qeshur. Ndoshta video e radhës do jetë fiks ajo video që dua t'ja çoj atij shokut apo shoqes, edhe kjo të bën që ti të vazhdosh të qëndrosh në të njëjtin cikël. Mendoj që një test i mirë për të kuptuar nëse është bërë problem për ty, pra nëse kemi një problem varësie, është bërë një mënyrë kjo për të qetësuar diçka që po ndodh nën këtë? Është nëse ti futesh në autobus në vendin tënd dhe nxjerr telefonin, por apo e bën këtë thjesht automatikisht, sepse nuk rri dot rehat pa telefonin, pra ndihesh në siklet kur je rrethuar me njerëz që nuk i njeh, edhe kjo do ishte një problematik që do trajtohej shumë mirë në seanca këshillimi. Pra nëse ti ke ankth social kur je me njerëzit e tjerë që nuk i njeh, apo qoftë edhe me njerëz që ti i njeh dhe nga sikleti nxjerr telefonin rri në telefon. Apo ndihesh sikur nuk ke çfarë të bësh në jetën tënde, kthehesh në shtëpi, në divan edhe qëndron gjithë pas ditën duke bërë scroll në Instagram apo në TikTok, duke parë apo dhe Facebook, duke parë gjëra të ndryshme, sepse nuk po di se si ta mbushësh jetën. Pra ka problematika që fshihen poshtë kësaj nevojës që ndihet si emergjente, pra që më duhet ta bëj këtë. Pra, jo se duhet ta shoh, duhet jem në dieni të asaj që është duke ndodhur. Mendoj një pyetje e mirë që unë i bëj vetes në momentin që hap telefonin, edhe ndonjëherë është e vërtetë që të shkon gishti automatikisht aty te ai rrjeti social që përdor më së shumti. Apo shef ato ikonat sa mesazhet kanë ardhur, sa njoftime që duhet i shohësh, dhe shkon automatikisht. Edhe një pyetje që unë bëj për të vlerësuar që është përdorim i shëndetshëm apo jo, është a ka një arsye pse po e hap këtë? Apo thjesht po e hap se s'di çfarë tjetër të bëj? Apo për të shtyr kohën. Për të shtyr kohën, apo po ndihem në siklet, po ndihem jo rehat, kështu që dua të shmang të gjithë njerëzit e tjerë, edhe apo jam i mërzitur, më ka ndodhur diçka edhe dua që ta shtyj këtë ndjenjën poshtë, nuk dua ta përjetoj. Pra pak a shumë njësoj si çdo varësi tjetër nga substancat apo alkooli apo. Eksaktësisht. Me që ti thej që je Gen Z. Po, Gen Z. Gen Z. Se kemi një qik, brezi unë ka një qik probleme me këto Gen Z, Gen X. Si mund të përdorim rrjetet sociale në mënyrë të shëndetshme, duke e parë nga këndvështrimi yt si psikologe dhe nga këndvështrimi yt si brez i rritur me teknologjinë. Është nëse ti po e përdor këtë për të krijuar lidhje, për të krijuar afërsi, apo edhe në mënyra të sotshme për të fituar një mënyrë jetese. Pra nëse ti po shet një produkt, apo je duke bërë vetë një pundore dhe do ta shesësh një pikturë. Pra është që ti shfrytëzosh këto mënyra, por çelësi që ndron aty që apo e përdor në mënyrë të ndërgjegjshme, apo po bëhet thjesht diçka pasive që ti nuk di ç'tjetër të bësh. Edhe do të shtypësh disa ndjenja që i ndjen që të ngjiten lart. Pra, pyetjet e rëndësishme janë, po e përdor për të përfituar nga ana intelektuale, emocionale, apo po e përdor thjesht sepse nuk kam me çfarë të mbush kohën. Mendon që këto janë pyetjet më të rëndësishme që duhen bërë? Po, absolutisht. Ka qoftë edhe TikToku që është shumë i gjykuar në Shqipëri, që deri diku e mirë kuptoj. Ka diferenca edhe midis Gen Z dhe Gen Alpha, pra ata që janë edhe më të rinj. Por ka mënyra edhe në YouTube, pra ti mund të mësosh aftësi të reja, mund të mësosh gjëra që ti nuk ke ditur që kanë ekzistuar më përpara. Qoftë edhe për profesionin tim, pra unë mund të marr një trajnim online në vend që të shkoj fizikisht apo të limitohem nga trajnimet që janë fizikisht. Pra ka shumë gjëra që ti mund të mësosh, apo edhe thjesht krijim për mbajtje për qef. Pra ka njerëz që kanë qef të krijojnë video estetike, të bukura, të jetës së tyre, të një aktiviteti që janë duke bërë, pra është një hobi,
për disa njerëz, pra është diçka estetike, njësoj si krijimi një pikture dhe krijimi një videoje është një hobi. Dhe në fakt, gjëra shumë të bukura realizohen përmes tyre, por gjithmonë duke qenë shumë të kujdesshëm. Ruthi, një nga gjërat për cilat ne kemi folur shumë shpesh në programet tona është teknologjia dhe fëmijët. Dhe mendoj që është një temë që duhet diskutuar mundësisht sa më shpesh në mënyrë që të mësojmë me çdo gjë të re që del, të mësojmë edhe sidomos për prindrit, por edhe mësuesët apo ata që janë kujdestar parësor të fëmijëve. Si mund t'i ndihmojmë fëmijët dhe të rinjt që të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme me teknologjinë? Një aspekt i kësaj që shoh shpesh prindrit të shqetësuar është koha që kalojnë fëmijët në rrjete sociale, në telefon, në komunikim me njëri tjetrin, edhe vërtet që mund të jetë problematike, mund të bëhet problematike, ndoshta jo aq sa janë të shqetësuar ata realisht, por nga ana tjetër një mendoj temë akoma më e rëndësishme që prindrit duhet të shqetësohen dhe duhet të jenë më proaktiv është siguria e fëmijës në rrjetet sociale. Shoh prindër që japin telefonin fëmijëve në YouTube, edhe fëmia është thjesht duke shfletuar çfarëdo lloj videoje që i del aty përpara, ndërkohë ka përmbajtje shumë të papërshtatshme për fëmijët, në mosha të caktuara, në mosha të vogla, pra ka një konfigurim, një setting në YouTube, pra quhet YouTube Kids, pra është për fëmijët, dhe YouTube-i mundohet me anë të inteligjencës artificiale që të filtroj përmbajtjet që nuk janë të përshtatshme për fëmijët. Pra janë disa gjëra shumë të vogla që prindërit mund t'i bëjnë për të siguruar që të paktën fëmia nuk bie në kontakt me përmbajtje të papërshtatshme për të. Kjo thjesht për përmbajtjet, pastaj ka aspekte të sigurisë që me po komunikon fëmia. Sipas moshës së fëmijës është e nevojshme që të vendosen edhe kufi të caktuar mbi kontrollin që prindi ka mbi teknologjinë që fëmia po përdor. Dhe përveç pjesa kontrollit, kyç aty në fakt është marrëdhënia. Edhe shpesh herë nëse marrëdhënia mes prindit dhe fëmijës nuk është ndërtuar siç duhet deri në atë moment që fëmia nis të përdor teknologjinë, shpesh herë këto boshllëqe në marrëdhënie vjen akoma dhe më në dukje në mënyrën se si prindi mundohet të monitorojë dhe rregullojë marrëdhënien e fëmisë me teknologjinë. Është e rëndësishme që të punohet mes prindrit dhe fëmijës për besimin në marrëdhënie, pra besimin e dyanshëm, pra prindi duhet fitojë besim tek fëmia, por dhe fëmia tek prindi. Edhe një gjë shumë interesante është që prindit i komunikojnë fëmijës që prindit e dinë më mirë disa gjëra për teknologjinë dhe mund të jetë e vërtet, në shumë raste është e vërtet, din disa gjëra, din disa rreziqe, din disa gjëra që janë më të mira për fëmijën, prindit i din, por nga ana tjetër ka disa aspekte teknike të teknologjisë që fëmijët i dinë më mirë se sa prindit. Edhe kur prindit i komunikojnë fëmijës që ky është përfundimi i diskutimit tonë se e di unë më mirë se sa ti, është njësoj si ta rrahësh fëmijën se po rreh dikë tjetër dhe ti me sjelljen tënde je duke i mësuar që pra kjo është një zgjidhje dhe është mirë që të krijohet një marrëdhënie ku edhe prindi mëson prej fëmijës. Për shembull, kemi një shaka në rrjetet sociale momentalisht, është që është një brez i caktuar që nuk e kupton më tani, nuk arrin ta kuptojë dot përmbajtjen e krijuar me AI, me inteligjencë artificiale dhe përmbajtjen e vërtet. Edhe është një shaka midis Gen Z, Gen Alpha, edhe është e vërtet. Pra ka gjyshur që nëse shohin një video të një gjë që edhe pse mund të duket kaq ora çapo ndodh këtu, nuk ka mundësi të jetë e vërtet, e besojnë. Por ndërkohë, një fëmijë i rritur në botën e teknologjisë e kupton që prit se kjo është inteligjencë artificiale, është falso, nuk është e vërtet. Pra ka gjëra që prindi mund t'i mësojë nga fëmia dhe duke hapur atë rrugën që ti mund të më mësosh mua dhe unë mund të mësoj ty, arrihet krijohet një urë që do ndihmoj komunikimin e mëvonshëm, që prindi më pas mund t'i komunikojë fëmijës cilat janë rreziqet e vërteta dhe se si mund të mbrohet. Tani të flas për brezin tim, edhe ne kemi filluar të kuptojmë pak ato me inteligjencë artificiale.
Jemi rikthyer në studio me Kesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Po diskutojmë sot për lidhjen midis rrjeteve sociale dhe shëndetit mendor. Dhe me mua në studio është psikologja e Tirana Counseling Center, Ruthi Taja Poçi. Ruthi, në përfundim të pjesës parë folëm pak për ndihmën që mund të marrin fëmijët dhe të rinj për të patur marrëdhënie të shëndetshme me teknologjinë dhe ti përmende në fakt se çfarë duhet të kenë kujdes prindrit kur fëmijët përdorin rrjete sociale. Doja të bëja një pyetje tjetër në fakt që lidhet me personin vet. Pra si ndikojnë rrjetet sociale në mënyrën se si e shohim veten ton dhe sidomos kur vjen puna tek fëmijët apo adoleshentët. Një temë që është e shumë folur për rrjetet sociale është se si ndonjëherë ato bëhen një pasqyrë e shtrembruar e realitetit. Pra edhe nëse ne të dyja ulemi në kafe, me shumë shanse, nëse ne nuk njihemi shumë mirë, unë do të tregoj vetëm gjërat pozitive të jetës sime. Pra nuk do nis të hapem për sfidat e mia, për vështirësitë, për nëse po kaloj një periudhë të keqe. Dhe rrjetet sociale bëhen si një pasqyrë e shtrembruar e realitetit. Pra unë po të tregoj anët e mia më të mira. Edhe ndonjëherë motivimi pas kësaj është që dua të shes veten në një dritë shumë të mirë, pra të them se sa e mirë jam, sepse kam nevojë për validimin që ti më jep mua. Kam nevojë që të di që ti po mendon mirë për mua, që ti po mendon në një mënyrë të caktuar për mua. Nuk e di, që bëj shumë udhëtime, që kam gjendje ekonomike të mirë, që kam një makinë të mirë. Pra, është kjo nevoja që unë dua të kontrolloj mënyrën se si ti mendon për mua. Edhe është një nevojë që ne e hasim edhe e trajtojmë shumë shpesh në këshillim. Edhe kur flasim për këtë, shpesh ankohemi që se kështu është bërë rrjeti social, kështu është bërë Facebooku, Instagrami, postojmë se sa të lumtur jemi në çift, sa të lumtur jemi si familje, si po na shkojnë të gjitha gjërat vaj, por nuk ka një hap praktik pas kësaj. Për mua, në eksperiencën time, në mënyrën se si unë menaxhoj hapësirën virtuale, rrjetet e mia sociale, është që nëse unë dua të shoh diçka të ndodh në rrethin tim shoqëror, në komunitetin që unë kam ndërtuar në rrjetet sociale, atëherë duhet jem unë ajo që marr këtë hap për ta bërë këtë ndryshim. Nëse unë dua të shoh më shumë përmbajtje reale, nëse unë dua të shoh jetën e vërtetë të dikujt, atëherë duhet jem unë duke nxitur të paktën në komunitetin tim. Duhet jem unë ajo që duhet marr hapin e parë për të treguar që kjo është jeta ime reale. Këtë periudhë nuk kam kaluar shumë mirë, po ja dalim. Jemi duke vazhduar. Fakt është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë lloj këndvështrimi. A ka ndonjë strategji që ju vetë e përdorni për të ruajtur ekuilibrin digital? Mendoj strategjia që më ka shoqëruar, nuk e di, 10 vite, ka qenë fakti që unë jam online, pra unë gjendem në WhatsApp, ti mund të më telefonosh, jam në Instagram, jam në Facebook. Fakti që unë ndodhem në të gjitha këto platforma jam e arritshme, nuk do të thotë që jam e disponueshme. Pra, njësoj si unë nuk mund të jem duke folur me 30 veta një herësh. Do ishte pamundur. Nëse jemi këtu, jemi duke folur në të dyja përballë. Edhe fakti që mund të ndodhemi 5 veta këtu, nuk do të thotë që ne do flasim një herësh të 5. Pra do presim radhën. Edhe kjo ka qenë një strategji për mua që më ka ndihmuar të çliroj pak atë presionin që duhet jem i gjendshëm gjithmonë për të gjithë. Pra, fakti që jam online, jam duke folur me dikën në WhatsApp, nuk do të thotë që dhe në momentin që ti më shkruan, unë duhet të fokusoj energjinë edhe përqendrimin tim për të bashkëbiseduar dhe me ty. Dhe është një pyetje mirë për t'ia bërë vetes që, a kam kapacitet për ta bërë këtë bisedë tani? A kam energji për të fokusuar këtu apo më duhet ta mbyll WhatsAppin apo të vazhdoj të bisedën që jam duke bërë tani edhe me këtë të merrem një ditë tjetër. Edhe njësoj për të gjitha rrjetet sociale. Pra, duhet të tregojmë të kujdesshëm se ku e japim energjinë. Nëse dikur në ato telefonat me kabuj kaçurel, mund ta merrte vetëm një person, do mbyllim bisedën me atë person, pastaj mund të flisnim me dikë tjetër. Është krijuar një presion tani që fakti që ti mundesh, domethënë që ti duhet, por jo gjithmonë. Pyetja e fundit që doja të bëja, sepse pak nga pak po arrim në fund programit ton, është a ka një kohë të caktuar ose cila mund të quhet një kohë e përshtatshme për të shpenzuar në rrjetet sociale?
po flas për Facebook, Instagram, nuk po flas për WhatsAppin apo ato që ne komunikojmë edhe për çështje pune shumë herë. Por këto rrjetet ka një kohë të përshtatshme për një të rritur apo për një fëmijë se sa orë mund të kalojnë apo thjesht përcaktohet nga personi vet. E preka pak në fillim këtë pjesë që është një bilancë, është një llogari që secili e bën për veten e vet. Jeta është online, siç e the, e përdorim edhe për punën. Pra, WhatsAppin unë nuk e kam vetëm për jetën time private, e kam edhe për jetën e punës. Pra nuk mund të mas që kalova, nuk e di, 2 orë gjatë ditës në WhatsApp, edhe pastaj të ndaj sa e përdora për qef, sa e përdora për punë. Prandaj edhe çdo ditë mund të ndryshojë nga tjetra. Pra, dita ime nuk duket njësoj si të premten si të shtunën. Edhe mendoj që është një vendim që secili e merr për veten e vet, që okay, nëse unë kisha ditën e shtunë 12 orë të lira, edhe kalova 6 prej këtyre online, si më bën të ndihem kjo? A ndihem mirë me veten që i kalova kaq kohë? Ka pasur momente që përgjigja për mua ka qenë po. Pra, nëse unë kam qenë smur, edhe nuk kam pasur energji për asnjë lloj gjëje, kam qenë me grip, shtrirë, kam ndenjur rrjetet sociale edhe të gjithë të shtunën. Prandaj përgjigja mund të ndryshojë në varësi të sezonit ku personi është, në varësi të ditës, angazhimeve të tjera, por është një pyetje që duhet bërë, nuk është një pyetje që duhet neglizhuar. Po nëse është prindi që duhet vendoset sa kohë quhet e përshtatshme që një fëmijë të kalojë, jo në rrjetet sociale, po them online ose në kompjuter apo para ekraneve. Më kujtohet kur kam qenë unë e vogël, filmat ishin 1 orë e gjysmë maksimumi, filmat për fëmijë. Edhe ishte shumë e qartë që, okay, këtë fundjavë mund të shohim një film edhe pastaj do mbyllet televizori. Vetëm kur mendon filmat sot, kanë shkuar gati 3 orë. Edhe është një gjë shumë e zgjatur që nëse ti para 10 vitesh mund të thoje, okay, do kalim 1 orë e gjysmë duke parë një film bashk, dhe tani koncepti ka ndryshuar. Mendoj që këshilla kryesore do ishte për prindrit që t'i bëjnë fëmijët pjesë e kësaj vendimmarrjeje. Pra që dhe si vendim fëmijës t'i bëj sens logjik që po, është e vërtet, ne ulëm edhe tham na duhet kaq orë për studim, na duhet kaq orë për të ngrënë, për të bërë gati, edhe vërtet që vetëm kaq orë na teprojnë neve pastaj nga dita jon. Kështu që nga këto, kaq do kalojmë bashkë dhe kaq do jemi në online, në kompjuter, televizor. Pra kur ti i bën fëmijët pjesë e kësaj vendimmarrjeje, ti ndihmon që më vonë ju mos keni konflikt që mbyllet tani. Tani do e fikim. Tani do kalojmë kohë bashkë, sepse mjafton të i rikujtosh atë bisedën që patët, që e morët bashkë vendimin. Ruthi, të falenderoj shumë që ishe në studio dhe që ndave gjëra shumë vërtet shumë të rëndësishme për dëgjueset tona. Për mua ishte kënaqësi që kisha një person të Gen Z në studio. Mikesha të dashura, kemi mbërritur në fund të programit ton për ditën e sotme. Ju inkurajojmë që nëse ju apo një person pranë jush ka një problem që lidhet me shëndetin mendor, emocional, mund të drejtoheni tek Tirana Counseling Center, që është një qendër e krishterë këshillimi dhe i mban portat gjithmonë hapur për ju dhe mund të kontaktoni me të në rrjetet sociale Tirana Counseling Center, por edhe përmes programit ton, duke na dërguar pyetjet që keni apo gjërat për të cilat interesoheni në lidhje me Tirana Counseling Center, por edhe me probleme të tjera, dhe mund të na kontaktoni përmes një letre në adresën TWR Albania, kutja postare 130 Tiranë. Mund të na kontaktoni përmes një emaili në twralbania@gmail.com ose përmes mesazheve në rrjetet tona sociale në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Mund ta dëgjoni këtë program, por edhe programet e tjera Shpresë për ty, dhe mund t'i ndani ato dhe me mikeshat tuaja në YouTube, playlista TWR Shpresë për ty 2025. Bashkë po ndajemi për sot, ju urojmë një ditë të bekuar. Miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.